Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Kur mora vendimin të kthehesha në Shqipëri pas disa viteve emigracion, mendova se do të kthehesha në shtëpinë e fëmijërisë time, aty ku çdo mur, çdo dhomë dhe çdo erë më sillte kujtime të ngrohta. Por realiteti që më priti ishte krejt ndryshe nga imazhi që kisha në mendje. Sapo mbërrita në rrugën ku u rrita, pash që dera e shtëpisë ishte ndryshuar. Një tabel shitet qëndronte në obor dhe një ndërtues i huaj kishte marrë tashmë kontrollin. Zemra më ra në stomak. Nuk mund të besoja se prindrit e mi kishin bërë një gjë të tillë. Në fillim mendova se mund të ishte një gabim, një keq kuptim, por fëmijët më thanë se shtëpia ishte shitur që një vit më parë dhe prindrit më kishin lënë pa asnjë paralajmërim. Në ato momente ndjeva një përzierje të madhe trishtimi, zemërimi dhe zhgënjimi. Kur hapa derën për herë të parë, ndjeva erën e huaj të mureve të rinovuara. Çdo gjë kishte ndryshuar. Dhoma ime e fëmijërisë nuk ekzistonte më. Librat, fotografitë, gjërat e vogla që kisha ruajtur me kujdes ishin zhdukur. Ndjeva se një pjesë e ime ishte shitur bashkë me atë shtëpi. Por historia nuk përfundon këtu. Gjeta letra të fshehura dhe dokumente që tregonin se prindrit kishin marrë vendimin pa më thënë asnjë fjalë. Ata kishin nevojë për para dhe menduan se ishte mënyra më e shpejtë. Dhe më e tmerrshmja, ata nuk menduan për emocionet e mia, për kujtimet që unë kisha aty, për jetën që kisha lidhur me atë vend. Pas kësaj vendosa të mos mbetem e mbyllur në trishtim. Mora frym thellë dhe vendosa të ndërtoj diçka të re, të ruaj kujtimet brenda vetes, por të mos lejoj që hidhërimi të më pengojë të ecë përpara. Shtëpia mund të ishte shitur, por historia ime nuk mund të blihet me asnjë çmim.